Beson që ka akoma aleanca tipit fiton Korça në kampionat dhe e len kup Dinamo, se po ekipe tjera që bëjnë këto marrëveshje me njëra tjetrën. A mendon që akoma vazhdon futbollin shqiptar këto gjëra? Mendoj që janë të pranishme, fatkeqësisht, por janë të pashmangshme. Thua që duhen apo ndodh kudo? Unë mendoj që janë vetë situatat që krijohen, domethënë mos vlerësimi i ndeshjes, llogaritë shumta të dyja komponentëve, të dy ekipeve që e bëjnë që pastaj të dashje pa dashje të kalosh në këto aludime, por që unë nuk i përjashtoj sepse ka ndodhur qoftë në futbollin botror, e mbani mend atë biskotën e famshme midis Suedis dhe Danimarkës, 2-2 në finale në grupet e Europianit për të kaluar, dhe pranaj them komplet i qartë që ndodhin dhe do të ndodhin. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.